Dashi, sot do dini si t'i bëni të tjerët të ndihen mirë pranë jush dhe kjo do t'ju ambush edhe ju shpirtin me gëzim. Nëse keni një lidhje do përkujdeseni në detaje për personin që dashuroni. Ai gjithashtu do mendoj si t'ju bëj qefin sa më shumë. Por ju beqarët do ndodhin gjëra të çuditshme, fillimisht nuk do kuptoni asgjë, por deri në mbrëmje çdo gjë do kthjellohet. Në punë mundet ju kërkohet të bëni edhe punën e një kolegu që mungon. Organizojeni ditën si duhet në mënyrë që të mos mbeteni prapa me ato që keni nisur. Financat nuk kanë për të qenë shumë të kënaqshme, prandaj duhet të bëni kujdes. Demi, sot do bëni të pamundurën t'i mbani larg problemet nga vetja dhe për këtë mund të mos shoqëroheni as me disa miq. Nëse jeni në një lidhje do flisni me partnerin dhe do arrini të gjeni një zgjidhje për problemet që keni pasur. Duke lëshuar nga pak petë të dyja palët, gjithçka do normalizohet. Ju beqarët nuk do keni as pak dëshirë të luani me ndjenjat e askujt dhe nuk do hidhni hapa pa qenë të sigurt. Në punë, pavarësisht pengesave që do t'ju dalin, ju do arrini ta menaxhoni si duhet situatën. Kolegët do ju kenë zili për këmbguljen dhe durimin. Për sa ju përket shpenzimeve, sot mund të kryeni vetëm ato më të domosdoshmet. Binjakët, do jeni shumë autokritik gjatë kësaj dite përveç se do kritikoni edhe të tjerët. Nëse keni një lidhje, kjo sjellje do t'ju ndihmojë për të zgjidhur disa probleme të mbetura pezull. Rreth pasdites gjërat do fillojnë të normalizohen goxha. Për ju beqarët mund të ketë edhe dashuri me shikim të parë për momentin, por duhet thjesht të gjeni vendin dhe ambientin ku të qëndroni. Në punë, imagjinata do t'ju deformojë realitetin dhe mund të përballeni me zhgënjime. Kjo ditë nuk do të jetë më e mira për këtë sektor. Nëse financat kanë qenë të mira kohët e fundit, as sot nuk do të keni probleme. Gaforja, hëna do t'ju nxjisë të reflektoni gjatë sot dhe do bëni çdo përpjekje për të përmirësuar e për të ecur përpara. Nëse keni një lidhje, do e mbyllni një herë mirë kapitullin e së shkuarës dhe do mundoheni ta bëni sa më të bukur të ardhmen. Që sot do përgatisni surpriza për partnerin dhe mbrëmja do të jetë më e këndshme. Ju beqarët duhet të pranoni ftesa sepse vetëm ashtu mund të njihni si duhet disa persona. Ka gjasa që dikush t'ju përshtatet shumë mirë. Në punë do jeni aq të ngarkuar sa që nuk do të keni as kohë të merrni frym. Financat do jenë shumë delikate, prandaj duhet të merrni masa sa më strikte që gjendja të mos rëndohet. Luani, humori do t'ju ndryshojë gjatë gjithë kohës sot dhe her pas here mund të gjendeni në situata të vështira. Ju që keni një lidhje do e ndryshoni shpesh sjelljen me atë që keni në krah dhe në disa momente mund të acaroni tej masa atë. Po e tepruat, ai mund t'ju largohet përgjithmonë. Ju beqarët duhet të dilni sa më shumë me miq, sepse ashtu do mund të takoni edhe persona interesant. Shefa do t'ju kërkojnë t'i përmbushni sa më mirë detyrat që janë dhënë dhe do ndjeni nëntrysni. Mos i dramatizoni gjërat sepse pak nga pak gjithçka mund të arrihet. Me financat nuk do t'i keni punët as pak mirë. Virgjëresha, gjatë kësaj dite do jeni me humor shumë të keq dhe shpesh të tjerët nuk do arrin t'ju kuptojnë dot. Nëse keni një lidhje, do jeni sipërfaqësor dhe nuk do arrini dot ta kënaqni as tjetrin dhe as veten. Gjërat nuk do shkojnë as pak si i kishit menduar. As ju beqarët nuk do jeni të aftë të realizoni takimet interesante dhe do vazhdoni të mbeteni vetëm. Në punë do jeni plot energji dhe dinamizëm, por disa kolegë do t'ju apresin hovin e do bëjnë të pamundurën t'ju pengojnë. Zënkat me ta do të jenë shumë të forta. Shpenzimet e tepruara mund t'ju sjellin edhe probleme të vogla financiare. Peshorja, më në fund do arrini t'u gjeni përgjigje shumë pyetjeve që ju kishin lindur. Ju të dashuruarit nuk keni për të pasur një marrëdhënie të shkëlqyer sot edhe pse do e kuptoni se të dy palët keni gabimet tuaja. Kur të jeni në qetësi do mendoni të flisni hapur e të veproni, por nuk do arrini asgjë konkrete. Ju beqarët do tërhiqeni tej mase nga një person me buzëqeshje vezulluese dhe do i hidheni në krah pa menduar gjatë. Në punë do ju konkretizohen disa plane, por sërish nuk do të jeni në stadin që keni menduar. Kolegët do jenë shumë para jush. Menaxhimin e parave lëreni në dorën e familjarëve më mirë. Akrepi, nëse tregoni të matur dhe nuk e teproni me asgjë sot, çdo gjë ka për t'ju ecur mirë. Jeta juaj në çift do të jetë e bukur, e ngrohtë dhe e mbushur me emocione. Ndonjë mosmarrëveshje e vogël mund të lindë pa diskutim, por do kalojnë brenda pak minutash. Ju beqarëve, edhe sikur t'ju ofrohen të gjitha mundësitë, nuk duhet të filloni angazhime serioze sot. Në punë duhet të diskutoni hapur me eplorët për disa ide që keni ose për disa kërkesa. Mos e ndrydhni veten as pak.
Në planin financiar, të gjitha yjet do bëhen bashkë sot e do t'ju mundsoj një situatë më të mirë. Shigjetari. Për shkak të kundërshtimit të Saturnit me Mërkurin, sot do jeni të rrezikshëm vetë dhe do ndërmerrni edhe rreziqe. Nëse keni një lidhje, vetëm ideja që partneri po ju kufizon në shumë gjëra do t'ju brengosë e mund të shpërtheni. Asnjë moment qetësie nuk keni për të pasur sot. Ju beqarët nuk do t'regojni të kujdesshëm e do hidhni hapa që do t'ju sjellin pasoja të rënda për të ardhmen. Në punë nuk do arrini dot ku doni për shkak të mospërqendrimit tuaj dhe do grindeni gjatë gjithë kohës me kolegët. Bëni kujdes sepse shefat po ju vërejtojnë nga larg e mund të marrin masa. Parat do të jenë të pakta. Bricjapi. Urani do ju stimulojë edhe më shumë e do t'ju ndihmojë të tregojeni më të duruar kudoherë. Nëse keni një lidhje, do arrini ta përmbani veten edhe në momentet më acaruese dhe do zgjidhni të flisni hapur me partnerin për ato që nuk ju pëlqejnë. Ju beqare do keni flirte pafund, por asgjë të rëndësishme. Ende nuk ka ardhur koha që ju të bëni ndryshimin e statusit. Në punë do e arrini gjithçka me lehtësi, jo fal mjedisit që keni krijuar më parë dhe fal maturisë që do t'tregoni. Sektorin financiar nuk duhet ta lini pas dore edhe sikur gjendja të jetë e kënaqshme. Ujori. Sot do jeni të mendimit që t'i merrni gjërat si t'ju vinë. Edhe problemet që do t'ju dalin do mundoheni t'i zgjidhni me sa më shumë qetësi dhe pa stres. Ju të dashuruari duhet të përdorni lehatimet dhe fjalët të ëmbla nëse doni të merrni diçka nga partneri. Po u treguat të ftohtë dhe hund përpjet nuk do arrini asgjë. Ju beqarët do jeni më dinamike, më të hapur, kështu që mund të filloni edhe lidhje afatshkurtra. Në punë nuk do keni dëshirë të bëni asgjë pa qenë të bindur plotësisht për rezultatet që do arrini. Me shpenzimet vazhdoni të tregoheni të arsyeshëm. Peshqit. Yjet do t'ju bëjnë më të logjikshëm gjatë kësaj dite e do i merrni gjërat shtruar. Ju të dashuruari do keni dëshirë të qëndroni sa më pranë atij që keni në krah dhe për këtë arsye do lini pas dore gjithçka tjetër. Mbrëmja mund të jetë e mbushur me deklarata të forta. Nëse ende nuk e keni gjetur personin e duhur sot, fal sensualitetit që do keni, mund të tërhiqni dikë. Në sektorin profesional do mbizotroj gjatë gjithë kohës tensioni dhe problemet. Shpesh do gjendeni në udhkryqe. Me financat do jeni shumë praktik dhe do dini ta mbani gjendjen nën kontroll.